Shitjet online po rriten me ritme të shpejta në Shqipëri, por një pjesë e madhe e këtij tregu vijon të funksionojë në mënyrë informale. Për këtë arsye, Ministria e Financave ka ndërmarrë masa të reja duke propozuar një projekt ligj që është pjesë e paketës fiskale për vitin e ardhshëm. Ky draft synon të vendosë rregulla të qarta për të gjitha faqet online që operojnë pa NIP biznesi ose që nuk deklarojnë të ardhurat. Vendosim për herë të parë detyrimin që bizneset online të publikojnë të dhënat e tyre identifikuese, siç janë emri tregtar, NIP-ti, adresa e të tjerë. Kjo është një masë që ne e konsiderojmë të drejtë dhe të domosdoshme që i shërben mbrojtjes së konsumatorëve. AKEP-i, në rast se do të ketë shkelje, ka dhe të drejtën për të pezulluar aktivitetin e subjektit që operon online. Paralelisht me rregullimin e tregut online, qeveria po ndërmerr hapa konkret për të ulur përdorimin e paras kesh në ekonomi. Operatorët privat të sektorit të turizmit dhe transportit do duhet të pajisin me pajisje elektronike të pagesave post, ndërsa bizneset e sektorëve të tjerë do të kenë kufizime të reja për pagesa në kesh. Bizneset të cilat do të lejohen të kryejnë transaksione në kesh me njëra tjetrën deri në shumën 100.000 lekë nga 150.000 lekë që parashikohet aktualisht në kuadrin ligjor. Mbi këtë shumë, pra mbi shumën 100.000 lekë, çdo biznes do duhet ta kryejë pagesën nëpërmjet bankës. Gjithashtu bizneset do të lejohen të shesin për konsumatorët mallra dhe shërbime me para në dorë deri në shumën 500.000 lekë. Vitin e ardhshëm, gjithashtu, brenda datës 30 maj 2026, çdo biznes që operon në sektorin e turizmit, edhe në atë të transportit, përveç pagesave kesh, do të duhet të garantojë forma alternative të pagesave elektronike, ku përfshihen pagesat me karta krediti dhe debiti, apo forma të tjera elektronike. Ministri Male prezantoi dhe projekt ligje të tjera tashmë të bërë publike, si falja detyrimeve tatimore dhe doganore, rivlerësimin e pronave me 5%, si dhe rimbursimi me 10% të fermerëve për çdo faturë të marrë nga grumbulluesit. Njërisi tjetër e paketës fiskale është se klubet sportive dhe vetë sportistët do të përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat që vijnë nga sponsorizimet, një masë që pritet të sjellë zhvillimin e sportit në vend.